Kalojmë në ndeshjen më të rëndësishme të kampionatit të futbollit gjerman. Grunwald deri tani ka 3 fitore dhe 1 barazim, një ecuri shumë e mirë. Skuadra e shtëpisë është e pathyeshmja Rodburg, edhe ajo ka një start shumë të mirë, 4 fitore radhazi. Asnjë nga 2 skuadrat nuk e dëshiron ta humbas këtë ndeshje. Si po prisja të luajë në këtë ndeshje. Le ti tregojmë kush jemi këtyre fillestarëve, ti mbushim me gola. A je dakord Benji? Ha? Përgatitu Benji, më në fund erdhëm në larjen e borxheve. Nuk do të më mundësh, Schneider. Loja filloi. Shikoni, Schneider e mban topin me këmbë dhe drejtohet për nga porta kundërshtare. Çfarë shpejtësie, Schneider shman kundërshtarin me një lëvizje të shpejtë. Tani ndodhet përballë portierit Benji. Përgatitu Benji, kjo është vetëm sa për nxemje. Benji është pozicionuar mirë. Është imja. Benji hidhet dhe e pret duke treguar me njerë vlerat e tij. Mendon se do të më bësh gol me gjuajtje të dobta si këto? Mos më bëj për të qeshur. Duhet një tjetër më e fortë. Ndërkohë do fitojmë ne. Benji kthen topin në lojë. Trajektoria është e lartë, topi është i shpejtë dhe arrin deri në zonën e Rodburg. Mbrojtja bëhet gati dhe mbyll të gjitha hapësirat e kundërshtarit. Një moment. Kemi një lëvizje të shpejtë tek numri 5, Kalc, i cili është i lirë. Ai afrohet me rrezikshmëri portës kundërshtare. Kujdes Kalcin! Një numër i jashtëzakonshëm i Kalc duke bërë një hedhje akrobatike. Është rasti im, nuk mund të dështoj. Dhe shënon gol! Jepi! Goli i parë është i Grunwald. Ja dola! Sa të zot janë, skema ka funksionuar. Helman Kalc u çlirua duke habitur kundërshtarët. Falë rikthimit të saktë të topit nga Benji, bardhë dhe jeshilët janë në avantazh. Ku i dihet, një portier kaq i aftë si ky i ri japonez mund të jetë dhe një pasues i shkëlqyer. Skema e sulmit të Grunwald ka habitur Rodburg, të cilët tani janë në disavantazh. Të shohim si do të përgjigjet. Nuk e di në e ke kuptuar që e kam seriozisht, Schneider. Ishte një gabim im. Duhet ta godisja topin më fort. Nuk jam futur akoma në lojë. Por nuk ka problem, sa po kemi filluar. Ishte një gol që erdhi nga një gabim i joni, por do të shërbej për të na nxitur. Bën mirë mos ta ndrosh, Benji. Unë nuk do të le të marrësh frym derisa ndeshja të ketë mbaruar. E ke të kot, nuk do të shënosh. Po shohim një seri gjuajtjesh nga ana e Rodburg. Porta e Benji Price është në presion. Me sa duket goli im i zgjoj nga gjumbi, duke se si kukulla të përgjumura. Për Benji Price është dita e tij me fat. Nga çdo drejtim që i vjen topi ai e bllokon atë. Do të jetë e vështirë për Rodburg. Askush nuk do të arrijë të më shënoj gol. Je i fort, Benji, por mua nuk më bën përshtypje. Do të bëj gol herët avon. Bas ndalo, jepi! Pasimi i bukur i shoh, Schneider shkon përpara drejt portës së mbrojtur nga Benji. Në qoftë se nuk do të shënonte, do të ishte një humbje e madhe për të. Një gol do të jepte një rrjedh tjetër ndeshjes. Kalc ndërhyn tek topi. Falëndërimit së tij Schneider nuk vazhdon dot aksionin. Ndërhyri para meje. Grunwald niset në kundërsulm. Po asistojmë në një lojë vërtet shumë të bukur. Sot do t'jem anktijot. Pasi të shënova një gol, do të rri nga pas për të gjithë pjesën tjetër të ndeshjes. Do të ndjek si një hije.
Goleadori Calz markon Schneiderin. Vendimi I trajnerit të Grumbaldit në abit, por me gjithatë të shojmë. Nuk mund ta besoj. Si mundet një lojtar si puna jote të bërë në shenjes të një si puna ime? Nuk do t'isha kaq I qetë. Luajmë të dy për vendin e parë dhe mua nuk po pëlqen ti jemi dyti. Këta e di mirë, kur luanim bashkë në junore, si ishe I fundit që dorëzoheshe. Jemi bërë përsëri kampiona. Po, besoj se asnjë skuadër nuk na mund dot më. Ta siguroj, dhe kur të luajmë në kampionate me profesionist, do të jemi akoma më të fortë. Po, Në qoftë se ne të tre luajmë së bashku, asnjë nuk do të na mund dot. Benji, përse nuk merr në shtetësinë gjermane? Kështu do të mund të luajmë së bashku edhe në kombëtare. Ide e mirë. Gjermania do të ishte pamposhur me ty në portë. Kjo nuk do të mund të ndodhë kurrë. Si? Përse jo? Para se të largoheshim nga Japonia, unë dhe shoku im u betuam që nuk do ta lirim kurrë bluzën e kombëtarës, sepse me të ne do të fitonim kupën e botës. Më fal që po qesh, por kur nuk kam dëgjuar një absurditet të tillë. Si mendoni ta fitoni kupën e botës kur nuk keni kaluar as fazën para eliminator? Sigurisht. Por sikur ta njihni atë djalë, nuk do të mendoni që objektivi jon është një ëndër e parealizueshme. Vërtet thua? Dhe për kë bëhet fjalë? Është miku im më I mirë. E di që shumë shpejt do dëgjoni të flitet për të. Është një kampion I madh. Quhet Oliver Harton. Ka kaluar shumë kohë tashmë. Gjërat kanë ndryshuar. Pal kampionëve si Oli dhe Benji, Japonia ka një realitet futbollistik të rëndësishëm. Asgjë nuk është e pamundur për ta. E vërtet. Ne të dy luajmë për kombëtaren gjermane. Por sot jemi kundërshtar, Schneider. Calz, Po, duke folur për të shkuarën tonë, të shpërqendrovat e kështu të largova nga porta. çfarë? Duhet ta pranosh që jam dinak. Apo jo, Calz? Ti mendon se unë nuk e di? Të njoh mirë tashmë, Schneider. Levi Rodburgut ecën me topin në këmbë. Levin! Provo të bësh një pasim të gjatë. Çfarë? Kjo është për ty, Schneider! Levi bën një pasim të bukur. Schneider dhe Calz janë krah për krah. Sa naiv që je, nuk të kujtohet që një nga vlerat e mia më të mira është shpejtësia. Do ta kap unë. Martë e mira. Më vjen shumë keq, Calz. Tashmë jam unë më I shpejt se ty. Jam stërvitur për një kohë shumë të gjatë dhe tashmë jam më I shpejt se era. E vurare. Meru ti me të Benji. Unë nuk po ja dal Schneider dot. vraponi pa shqetësuar drejt portës së Grumbal. Calz nuk po arrin ta kapi. Quaj e Schneider. Është një rast I mirë. Fat topi është në të majtë. Nuk është këmba e tij e preferuar. Jam stërvitur shumë për këmbën time të majtë. Dhe ky është rasti më I mirë për ta provuar pa frikë. Do ta kap! Goditja është shumë e fortë. E marrë mira! Benji është në trajektorin e vet, por goditja është shumë e fortë dhe ai nuk po arrin ta bllokojë topin. Mund t'ja dal, mund ta fus topin brenda në rrjet. Do të bëj golin e parazimit. Çfarë? Çfarë spektakli? Benji e priti topin. Show mundua me të gjitha mënyrat për të shënuar, por portieri I Grumbald ishte I pakalueshëm. Arbitri e ndaloi lojën. Benji! Si e? Mos u vrave gjë? Rri I qetë. Çdo gjë shkon shumë mirë, Calz. Jam përplasur me shtyllën qindra herë. Tashmë jam mësuar me këtë, më beso. Një tjetër pritje e madhe. Benji e mban të paprekur portën e tij. Ky djalë është një talent I vërtet. Nuk mendoj se egzagjeroj kur them se shumë shpejt e gjithë bota do të flasë për të. Edhe një herë tjetër Benji na ka habitur. Ja dhe fishkëllima e bilbilit. Arbitri I dërgon të gjithë në dhomat e zhveshjes. Skuadra mikpritse ka pësuar një gol. Pavarësisht se janë të parët në klasifikim, skuadra e Rodburgut nuk po paraqit një formë të mirë. Pjesa e dytë do të jetë mbushur plot me E emocion. çuditshme që Schneider është I qetë. Duhet ta kem në shënjesë. Nga një lojtar I tillë duhet të presësh gjithçka. Benji bëri një punë të shkëlqyer. Ka pritur goditje të forta. Pozicionohet në mënyrë shumë të mirë, por më duket se e di se si do t'ja bëj një gol.
Ja dhe lojtarët e të dyja skuadrave po bëjnë hyrjen e tyre në fushë për të filluar pjesën e dytë. Duken shumë të relaksuar, është e çuditshme sepse po humbin. Po çfarë po bëjmë? Kanë ndryshuar taktikën. Me të shkurtra, duke e mbajtur skuadrën në lëvizje. Duke luajtur në këtë mënyrë, me siguri do të bëjmë një gol. Përgatitu Benji. Loja është me ritëm shumë të ngadalë. Grunwald duket në vështirësi. Portieri është i shpërqendruar. Do të shënoj gol. E marrë e mira. Dhe Benji bën një tjetër mrekulli duke devijuar goditjen e shoh. Rodburg është në sulm. Të gjithë lojtarët janë në zonën e rreptësisë dhe përpiqen të bëjnë gol. Çfarë ke ndërmend të bësh kështu? Mendon se duke më qëndruar nga pas dhe rreziqet për portën tënde kanë mbaruar? Shokët e mi janë po aq të rrezikshëm. Mbyllë gojën ti. U arrit të kalojë mbrojtja. E marrë e mira. Levin është gati për të hedhur topin në qendër. E pason brava. Shoh po vjen nga Ansoria. Vini hapësirat. Shoh bën gati të djathtën. Do të ndaloj. Akoma një ndryshim loje. Topi i pasohet Schneider, i cili është komplet i lirë. E marrë e mira. Jepi kështu. Mbrojtja e Grunwald po dorëzohet. Dhe është gol! Schneider realizon golin e barazimit. Mos u dëshpëro, Benji. Nuk është fajut. Asnjë portier nuk mund të kap dot një gjuajtje të tillë. Më vjen keq Benji. Nuk po kuptoja më asgjë. Nuk e ruajta Schneiderin ashtu siç duhet. Qetësohuni djema, nuk është asgjë. Kemi akoma shumë kohë për të fituar këtë ndeshje. Ata shënuan sepse ne u shpërqendruam. Çojeni topin në qendër dhe fillojmë të luajmë tani. Ke të drejtë Benji. Oli, do të kishe thënë të njëjtën gjë, nëse ti do t'ishe këtu. Vini re, trajneri Grunwald bën 2 zëvendësime. Ha? Çfarë? Zëvendësimi u krye. Është e çuditshme, lojtarët po mbrojnë vetëm Shaw dhe Levin. Schneider lihet i lirë. Kjo lëvizje mund të jetë shumë e rrezikshme. Grunwald të riqet në mbrojtje duke pritur kundër sulmin. E marrë e mira. Se kënaqemi me një barazim. Nuk mund të dorëzohemi, duhet të fitojmë. Mbrojtja e ashpër e Grunwaldit po ndalon lëvizjet e shpejta të lojtarëve të Rodburgut. Forca ma hit në lartësi. Ne do ta fitojmë këtë ndeshje. Ku mendon të shkosh? Nga këtu nuk kalohet. Unë nuk do të arrish të më qëndrosh nga pas. Vërtet? Benji Krushton. Një ndërhyrje shumë e mirë nga ky portier i jashtëzakonshëm. Një lojtar i Grunwaldit e heq topin duke larguar kështu rrezikun. Po si mund të luhet në këtë mënyrë? Nuk e prisja një sjellje të tillë nga ju. Rrezikshmëria është shumë e lartë, por ju nuk mund të mbroheni kurrë në këtë mënyrë, pa kaluar asnjëherë mesin e fushës. Jeni një skuadër me 11 frikacak. Kajt, çfarë bën? Ki kujdes Schneider. Të këshilloj mos ta quash kurrë më frikacak. Ne luajmë si të duam. Nuk je ti ai që vendos si të luajmë ne. Nuk je trajneri ynë. Po, kajt Nuk tani. ndaloj, jo. Schneider, dëgjoj këtu ti fëmijë i llastuar. Kujton se je një lojtar i madh, por je një hiç. Kjo sjellje jote as e klasës së parë më nevrikos. Nuk respekton asnjë. Je mendje madh Schneider. Qetësohu kajt tani. Është vetëm një provokim, mos bler në kurthin e tij. Arbitri përjashton Kalc.
Ndeshja për të mbaron këtu. Më lër të shkoj tani Benji. Jam një budalla, gabova. Po përse e bëre? E donin futbollin. Rrinin në fush deri vonë. Asgjë nuk na ndante dot. Kemi kaluar ditë të paharrueshme, gjithmonë së bashku, ne dhe topi. Nuk na interesonte asgjë tjetër. Kjo që ndodhi sot duhet të harrohet menjëherë. Në emër të miqësisë tonë të vjetër. Të dyja skuadrat po luajnë për vendin e parë në klasifikim dhe pak minuta na ndajnë nga fundi i lojës. U tregova një idiot Benji, e humba fare dhe e lash skuadrën me 10 lojtarë. Mos keni frikë djema, edhe me 10 lojtarë ne mund të arrijmë ta fitojmë lojën. Kemi hyrë tashmë në minutat shtesë. Gjyqtari ka dhënë 2 minuta shtesë. Grunwald është e gjitha në mbrojtje. Schneider është në zotërim të topit. Ka mundësi të provojë një goditje nga jashtë zonës. Do të shënoj që nga jashtë zonës. Do të tregoj që jam sulmuesi më i mirë në botë. Dua të fitoj këtë ndeshje. Schneider, rrugët tona u ndanë. Secili ndjek ëndrrën e vet. Por një gjë e kemi të përbashkët. Që të dyve na pëlqen të luajmë futboll. Benji e bllokon topin në tokë. Schneider nuk arrin të mbështetë syve. Forca djema! Topi hidhet përsëri në lojë. Kjo duket sikur është një skenë e përsëritur. Nuk është e rastësishme. Në këtë mënyrë u bë dhe goli i parë. Arbitri jep një goditje dënimi. Skuadra mike ka një mundësi shumë të mirë. Të shohim nëse do të shfrytëzohet siç duhet. Barikada e Rodburg është shumë e fortë. Çfarë? Çfarë po bën? Hapuni! Mesa duket Benji tenton që të gjuaj. Portieri ardhur nga Japonia nuk rresht kursën e habituri. Nuk më pëlqejnë barazimet. Ju urrej. Kemi ardhur këtu për të mundur Rodburg. Nuk mund të dështojmë në këtë mundësi. Do të shënoj gol dhe do të fitojmë. Jepi! Ojo, Benji, riktheu pozicionin tonë. Shoh e kthen topin. Schneider niset në kundër sul. Benji e ka lënë portën komplet poshtë. E marrë mira! Schneider i afrohet topit. Dhe bën një goditje shumë të fortë. Nuk mund të shënoj! Do të kap! Gol! Gol! Benji Price nuk i adoli. Goditja e Schneider përfundoi në rrjet. Rodburg kaloi në avantazh. Dhe ja, fishkëllima e fundit e bibilit. Loja përfundoi. Tifozët janë në delir. Lojtarët e Rodburg festojnë fitoren. Janë kampion. Fal Schneider çojnë në shtëpi trofeun. Bëri të pamundurën. I dha kurajo shok dhe deri në fund. Është një kampion i vërtet, e admiroj. Gjithmonë e kam admiruar. Eja Schneider, le të ikim tani. Nuk duhet të ndihesh në faj, Benji. Do ja dalim, do e Më shoh. vjen keq vërtet djema. Kështu është ai, e njoh mirë. Benji e la portën për të provuar gjithçka. Schneider përfitoi dhe shënoi golin e fitores.
Kështu është kur në fush janë dy kampion të tillë. Spektakli është i sigurt. Çfarë ndeshje, çfarë emocioni. Do takohemi përsëri, Schneider. Do ta marr fitoren. Midis nesh nuk mund të përfundoj në këtë mënyrë.